Sot është një ditë shumë e veçantë për fenomenin shkodran Louise Ailey pasi është ditëlindja e nënës së tij Angelinës. Përveç tij është edhe dikush tjetër që nuk ka harruar ta urojë ditën e sotme publikisht. Bëhet fjalë për nusën e saj bukuroshen Chiara Tito, e cila e ka uruar me anë të një fotoje që publikoi në profilin e saj Instagram. Urimi i Chiarës ndaj vjehrës ka ardhur shumë bukur tek të gjithë mbështetësit dhe ndjekësit e saj që e kanë vlerësuar shumë faktin se sa shumë pranë saj e ndjen nënën e partnerit të saj të zemrës. Chiara ka publikuar një foto teje të pëlqyer nga publiku shqiptar ku shfaqet së bashku me Luizin dhe nënën e tij, e cila mban në dorë bebushen Luna Mari ku ishin me pushime verën e kaluar. Chiara e ka shoqëruar këtë foto me një mbishkrim të shkurtër por shumë të bukur dhe me shumë vlerë. Ajo ka shkruar thjesht: "Shumë urime për nëna Angjin, e cila sot ka ditëlindjen, të duam shumë." Dhe në fund ka vendosur një zemër të kuqe që tregon dashurinë që ajo ka për të. Chiara gjithmonë ka patur një raport shumë të veçantë me nëna Angelinën, e cila për herë e ka trajtuar si vajzën e saj, edhe pse nuk e shprehin fort shpesh në publik. Chiara gjithmonë e ka thënë se sa shumë e do nënën e Luizit. Dhe ashtu sikurse edhe Luizi thot gjithmonë: "Si mos ta duash atë vajzë?" Me siguri nënës së Luizit i është bërë shumë qefi që nusja e saj nuk harroi që ta uronte publikisht për ditën e saj të lindjes. Ky veprim i Chiarës është pëlqyer pafund nga të gjithë mbështetësit dhe ndjekësit e saj që e dinin se ajo nuk i zhgënjente dhe do të tregonte se sa shumë respekt dhe dashuri ka për nënën e partnerit të saj të zemrës. Me të vërtet duhet vlerësuar pasi jo të gjitha nuset janë si Chiara, e cila e tregon dashurinë në mënyrë të atill. Me siguri edhe artistit shkodran i është bërë shumë qefi.